Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rruga Ndroq-Plepa në Shqipëri pritet të ketë një profil turistik. Në këtë mënyrë komentoi kryeministri punimet për rehabilitimin e këtij aksi rrugor. Gjatë inspektimit, shefi i qeverisë informon se kjo rrugë do të shërbejë më shumë agroturizmit në zonë, që sipas Ramës po shtohet çdo ditë. Zhvillimi i turizmit do jetë shumë pozitiv edhe për ekonominë e qytetit, edhe për ekonominë familjare këtu, pasi është një zonë që do përfitojë shumë nga rritja e turizmit dhe nga flukset që shkojnë drejt Tiranës apo Durrësit. Krahas rrugës Ndroq-Plepa, kryeministri Edi Rama shpërndan pamje nga kantieri i autostradës Tiranë-Durrës. Ai premton shndrimin e saj në një autostradë të kategorisë A, duke lehtësuar qarkullimin e automjeteve. Mirëmëngjes dhe me kantierin e superstradës Tiranë-Durrës, e cila po shndrohet në një autostradë të kategorisë A, çka do të lehtësojë ndjeshëm qarkullimin e automjeteve të panumërta në këtë aks, do të jap Tiranës një hyrje ende më dinjitoze. Ju uroj një ditë të mbar, shkruan kryeministri Edi Rama. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhela Zveçla, premton mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët. Reagimi erdhi pas shpërtimit të një granate dore në një nga zyrat e postës në Zveçan. Përmes rrjeteve sociale, Zveçla deklaron se shteti do të vazhdojë të veprojë me vendosmëri për të siguruar që të gjithë qytetarët pa dallim. Arrestohet një pjesëtar i sigurimit të kryeministrit të Republikës të Maqedonisë Severiut Histria Mickovski. Ai akuzohet për zbulim të sekretit shtetëror. Angel Saramakov u dërgua në paraburgimin e Shkupit pasi dyshohet se në këmbim të parave ka ndarë sekrete zyrtare që zotëronte me anë të klanit mafioz në Gërçec. Pas burgosjes së një antari të sigurimit të kryeministrit Histria Mickovski nga LSDM-ja, thonë se ky nuk është rasti i parë i arrestimit të një personi nga sigurimi i kryeministrit. Bota. Pas nënshkrimit të marrëveshjes mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës, Serbia nënshkruan paktin e bashkëpunimit ushtarak me Hungarinë. Marrëveshja u firmos nga ministri serb i mbrojtjes Bratislav Gašić dhe homologu hungares Kristov Salai Bobrovnicki. Presidenti serb Aleksandar Vučić e cilësoi marrëveshjen me Hungarinë si më të zhvilluar në rajon, raportojnë mediat serbe. Elementet kyç të këtyre marrëdhënieve janë bashkëpunimi ushtarak, i cili reflektohet nëpërmjet zbatimit të shërbimeve shumëkohshme, bashkëpunimit ushtarako-teknik dhe në fushën e prokurimit të sistemeve të armatimit. Aleksandar Vučić paralajmëron me zgjedhjet parakohshme. Presidenti serb tha se dështimi i krijimit të qeverisë re brenda 30 ditëve nga dorëheqja e kryeministrit të tij do ta çojë vendin në zgjedhjet e reja. Miloš Vučević dha dorëheqjen dhe procedura është se dorëheqja e tij duhet të ratifikohet nga parlamenti. Pasi të konfirmohet dorëheqja e kryeministrit Vučević, fillon një afat kohor 30 ditor gjatë të cilit duhet të kryen procedurat e nevojshme për zgjedhjen e një qeverie të re. Nëse brenda 30 ditëve nuk formohet qeveria, shpallen me njëherë zgjedhjet, u shpreh presidenti serb. Aleksandar Vučić tha se stabiliteti i vendit është në kërcënim, pasi kryeministri Miloš Vučević njoftoi dorëheqjen për të qetësuar tensionet në një val protestash kundër qeverisë. Demonstratat u ngritën pas shembjes së çatisë në një stacion e kurrëdor në qytetin e Novi Sadit, ku 15 vet ndëruan jetë nëntorin e kaluar. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.